naiv. Fakti që përpara i thonë shqiptarët edhe pastaj të Kosovës të këta mori fund, edhe është televizja shqiptare, e para kjo. E dyta, ajo ishte moshare e gjithë. Nuk e kuptojnë dot. Dhe ajo që është më kryesorja është fakti që është pyetja që pse është shqetësuar rinia studentore shqiptare. Nuk ka dalë, sepse qeveria shqiptare nuk ditë bëj analizë. Ata ishin shumë, ishte në numër i madh në protestën e fundit. Por do të kemi parasysh një gjë, që këto janë protesta paqësore, të cilat nuk e shqetësojnë një qeveri në qoftë se nuk ka një numër shumë të madh. Kjo është se nuk janë lëvizje force. Janë lëvizje që forcën mendojnë ta paraqesin me numrin e madh të tyre.